Do merrni një gjob. Oh, nuk e gjoba që bone zica. Unë shaj kaptenin fort. Nuk e gjoba që bone zica. Sa lekë është gjoba? O dvje inspektori qo për e ligja. Inspektori qo për e ligja. 50-25 po e paguajtë shpejt. Mama këtu ka përfundu veni. Di qeni jon. Stop. Na e ka bojnon. O nuk vin kërkush. Jam inspektori i rregullores parkut. Me njënë me najmush. Do merrni një gjob sot për ndotje akustike. Ma e këti, Rama apo Bashkia? Inspektori i rregullores parkut. Kemi bërë këto rregullat e reja të parkut që të krijojmë një ambient sa më të këndshëm për njerëzit dhe të lutem me bluze. Nuk e dinim. Në mësë këmë gjob. Dali pak lutem. O, dali! Hiko. Skajde, nuk ka, është patrulla tjetër atje, nuk është problem. Sa lekë është gjoba? 50-25 po e paguajtë shpejt. Jo, më ka ardhur këtu se e marrë më dorë. Unë thashë the 5.000 lekë, Jo, po. 5.000 lekë si marrë me makinë. Ishte një kamera fshet nga Piranja. Kjo është kursia e vrapit, nuk është kursia e ecjes. Dhe do merrni një gjob sot. Qa unë apo tori kësaj? E kujt? O fit pompa. Okej, po ti duhet t'jesh i pari që duhet t'i dish rregullat. Ktu ecin vetëm ata që ecin me vrap. Ore nuk ikim me vrap. Kjo kursia këtu është vetëm për vrap, nuk duhet të kaloni me avash. E dini që nuk lejohet me biçikletë zotri? Jo, nuk e di. Japësh një mjet identifikimi këtu. Çka ke dalë ti? Gjob për njerëzit që nuk respektojnë rregullat e parkut. Me bicikletë. Po, Po këto se kalojnë motor? ku janë ndaluar zotri? Po ja fut kesh pa aty këtë shi. Në- Unë shaj kaptenin fort. Ku e re që bllokuat kursin e shpejtësisë. Dhe do merrni një gjob vogël sot. Sa lekë? Është 50-25 nëse e paguani brenda 3 ditëve. Po të kaloj 3 ditë. E paguan 50.000 lekë, pastaj e paguan të plotë. Mama këtu ka përfundu veni. Po Ti ku po peti ma, ti më thep tu tash. Unë këtu rri, unë ma të punë merrem, çfarë të bëj unë tani? Tu nuk vizet më mama. Tu po jo ti po e tretuar, e është më keq tretuar se sa ty, soi bia. Ka në një gjob tjetër? Jo. Mbani këtë gjopën? Shiko ke kamera atje se ishte një kamera fshet nga Piranja. Është shaka. Më vllase. Sa po shkelet bari, duhet të... Kila ban, nuk s'kila ban. Ja, erdhët nga lartë, shkelet bari. Po ku di jo? Si ku di unë, po i ke zotrin në çdo hyrje të parkut e ke tabelën, mos shkel barin. O ta mbret parë, thash. A, e ke për të parë. Ke liçeni, e ke tabelën aty, nuk shkelet bari. Të ndjes. Vura re që shkelet bari. Kemi kaluar gjithmonë. Shumë gabim. Faleminderit që më lajmërove. Po të lutem më duhet të plotësoj një gjob. Do plotësosh ti gjob? Po, se e kemi me urdhër nga lart. Plotësoj atje, nga e mirë, jo? Po pra, ishte thjesht një shaka. Shive kamerën atje. Jemi ke Piranjat. Je shumë e mirë. Atë do si ne? Jo, është gjob, nuk është çështje kohe. Po, sepse morëm njoftim nga fillimi që keni shkelur barin atje në fillim të hyrjes së liçenit. Është e vërtetë. Është vërtet. Po mua tani. Të marrim patrullën që të vi, që ju kapi edhe. Po, ata funksionojnë me prova. Keni kaluar shpejtësinë e kursisë së ecjes. Po si duhet të ecësh, duhet të ecësh ambi? Do një gjop tani. Unë do që Më fal. Po. se ta paguaj. Okej, jo, mund ta ankimosh. Thjesht më duhet një mjet identifikimi nga ju. Ç'është kjo? Ka Ska pse pse ta jap fare. ecën ai e bën normal. Atë është kundërshtim, zotri. Ua, ç'është kjo? Vite kalojnë shumë me motora e mes shumë të këtej. Po ti e di që je në gabim vetë zonjë? Po pse jam në gabim? Për te kalim bukurie. Te kalim bukurie. Nuk mund të dini kaq të bukur nga shtëpia? Mbaj? Jene të reziti se po më shkatëron. Si të dalëm? Pak më e thjesht për shembull. Po më thjesht sa. Çiko. Ishte thjesht një kamerë e fshet nga Piranja. E bëf mirë. E dini që ecja dhe ngrënja në të njëjtën kohë nuk lejohet? Nuk e di. Është për sigurinë tuaj. Falenderoj. Më duhet të vendos një gjop sot. Do ndodh mua gjop. Ikëm shumë. Në të hopër bukit në veç gjop. Ikëm një ratë. 25 nëse e paguani brenda 3 ditëve. Jo 2500, 25.000 të vjetra. Po këto janë gjoba kështu, tamam gjoba. Një mjet verifikimi tuta? Po mos kemi vetëm çfarë bësh. Pastaj merret patrulla që të bëhet verifikimi, s'kemi çfarë të bëjmë. Po çfarë? Nuk ta jap lekun sepse e di që se merr për vete. Jo, nuk është se do më japësh mua, do e paguash ke posta. Pikërisht pra pikërisht, nuk ta jap fare. Shiko pak aty. Ishte thjesht një kamerë fshet nga Piranja. A ishte nga Piranja?
Respekt. Më dhanë informacion nga lart që keni kputur gjethe, shkelni barin, dëmtoni mjedisin. Jo, po tani unë kam informacion se më tha një zonjë me bluzë Leila, të lutem ndaloje. Kuj ke ujë në drejt. E merrni një gjë vogël sot për përdorim kputësh në territor atletesh. Sepse dëmtoni infrastrukturën. Tu është terren ku duhet përdorur atletja me sholl të butë. Nuk e kuptoj, do gjobitë unë se kam vesh këpucë të tilla. Po, Lere më se digjon që digjon, hajde. po ndaloni pak këtu dem. Po. Jeni bashkë të gjithë? Po. E dini që nuk lejohet përdorimi i biçikletës këtu? Kur? Keni tabel ke fillimi i liçenit. Ne bëjmë ture për ditë. Shumë gabim. Kjo pjesa këtu është vetëm për këmbësorët. Që sot duhet ju vë një gjop sepse për këtë punë kemi dalë. Unë mund t'i ikit ti hajde më dish me Urdhër. vrap, ta kthejmë në këtë lloj forme, se nuk bën sens, kupton? E provoj mirë? E bëj me stil, kështu që të ndjekum me vrap. Jo, nëse ti po them faleminderit për informimin. Qofse ti e shikon të arsysh me vendose, po un po iki. Do dal aty do ta marr në dorë, kaq e thjesht. E vetmja gjë që na detyrohesh është t'ja bësh me dorë kamerës, ishte një kamerë fshet nga Piranja. Okej. Ishte shaka. Jam inspektori rregullor i parkut. Po ika. Kam të drejtë të ndaloj. Ika të të motor. Po, mos e drejt. Zotri, vetëm një sekond këtu. Ja. Po dakor, po vetëm një sekond. Kjo është kamera fshet, zotri, është shaka. Gati, po të jap dorën, vetëm të shqetësove. Okej, ndihet. Nuk lejohet përdorimi i biçikletës, As sa pjet? sidomos atje. Kështu që sot më duhet të vendos një gjop. Mua më gjetë ore. Sa është gjoba? 50 është nëse e paguan mbas 3 ditësh, 25 nëse e paguan brenda 3 ditësh, ose më jep një kafe dhe harroj unë si muhabet. Se t'jesh një kamerë. Jo. Dali, si kalove? Mirë. E dini që nuk lejohet përdorimi i biçikletës? Një mjet identifikimi tuta? Sa e gjaba? 50, 25 që se e paguani brenda 3 ditëve, ose më jep një kafe dhe harrojmë si muhabet. Ku ta paguaj gjabën? Ke posta shqiptare, ose mund ta paguani ke zyrat e Piranjës. Kamerë fshet, kamerë fshet. Respekt. E do dhe di. Dhe si e? Se kalove? Inspektori rregullor i parkut. Mund ta uni pak muzikën, ju lutem? Faleminderit. Çfarë, më bezorëm të dy gjuhë? Çuna, ha gjop çuna, ha se ju takoj pasaj. Ka qefin e vet. E po, më shqetëson mua që jam qefti. Bezorëm dy gjuhë. Po një gjova që atje burrë dhe. Jo, shqetëson Çuna, patat, shqetëson njerëzit. Ne që ngjorëm të gjithë. Thjesht bëheni kamerës me dorë aty se është një kamerë fshet nga Tirana. Është thjesht një shaka. Shaka. Po respekt. Përshëndetje, si jeni? Duhet të visheni me sportive. Nëse nuk bisha në çfarë nën. Thjesht gjobë është ajo. Jo, kam për gjobën. Po, mos thuaj. Nuk kam skip. Po, më jep një emër. Nuk kam ndaj mendin. Prandaj nuk ndaj në gjobë. Ta shpikur. Jam mirë nga mendja. Po çfarë gjobe do vesh sot por unë jam halexhi, unë jam mallakasirotari me qerat, i thot veç gjob sot. Mirë, ti ai di që Po stan be po. Te thoj mos dil me unë, s'ka jam halexhi me 300.000 qera. Po dakor, nuk po zgjas më Mbyll. me këtë që the. Është thjesht një kamerë fshet nga Piranja. Ti shaka, vazhdo të çdo. Ah, mirë.